me një mesazh për ju të dashur gaforë, më keni para, është 6 të ujit, pleasure, kënaqësi. Kjo është një letër apo periudhë e kënaqësisë, harmonisë emocionale të dashur gaforë. Momente të bukura me familjen, miq të vjetër ose njerëz të dashur. Mund të ketë ribashkime, vizita në vende kujtimesh ose thjesht ndjesia e rahatisë në shtëpi. Kujtime të lumtura, por mund të jetë dhe shërim nga diçka të dashur. E kaluara kthehet në formë pozitive. Mund të ketë një rikthim për ata që duan një rikthim. Pra një lidhje vjetër, ose të ndihesh më i lidhur me rrënjët, fëmirinë, gjërat familjare, me ato që je mësuar. Kjo letër tregon dhe për bollëk dhe relaks. Në dashuri mund të ketë romancë të ëmbël, thellim i lidhjeve ekzistuese të dashur gaforë, ose takime që të bëjnë të ndihesh i sigurt dhe i dashur apo e dashur. Në jetën e përditshme, koha për të shijuar gjërat e vogla, ushqim të mirë, natyrë, muzikë ose hobit që të ngrohin shpirtin. Mundësitë pozitive nga kjo letër është periudhë ideale për të falur, ecur larg të kaluarës, për të ushqyer marrëdhënie dhe për të krijuar kujtime të reja të bukura. Lejoje veten të shijosh këto momente pa u shqetësuar për të ardhmen. Uji rrjedh lirshëm kur nuk e pengon, absolutisht. Pra, në fund kjo është një nga letrat më të ëmbla dhe ngrohtëse për ty si gafore. Periudhë kënaqësie, dashurie dhe harmonie të mbrëmshme. Lejoje që uji i kësaj energjie të mbush plot. Meriton çdo pikë gëzimi, të dashur gafore.